Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju mënyrën se si I përgatis unë specat e mbushura në shtëpinë time. Fillojmë pa humbur kohë. Në një tigan të shtojmë vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarëdo lloj vaji që ju përdorni, një qepë e prerë holl, 2-3 speca të prera holl, një patlıcan gjithashtu e prerë holl dhe 250 gram mish viçi I grirë. Kjo është sipas dëshirës, mund t'i përgatisni edhe pa mish. Unë gjithmonë e vendos pak sa për shije dhe do vazhdojmë skuqjen në zjarr të ngadalt duke I përzier her pas here. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni I ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi janë skuqur mirë, do shtojmë 3-4 domate të prera në copa që I kam pastruar nga lëkura. Varet nga madhësia e tyre. Do vazhdojmë skuqjen sa të tretet pak domatja. Kam shtuar dhe 2-3 lugë sal domate, krip, veget, piper të zi dhe hudhër. Erëzat mund t'ja përshtasni sipas shijeve tuaja. Kam shtuar një filxhan oriz, të cilin e kam larë para, unë gjithmonë e laj orizin. I kam përzier mirë në zjarr të ngadalt për pak sekonda. Dhe kështu masat I kemi gati. Do t'i mbushim specat dhe I vendosim në tavën e pjekjes. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Pasi kemi mbushur specat, I vendosim në tavë dhe në hapësirat mes tyre do vendosim pjesën e mbushjes që na teproi. Kam shtuar 2 gota ujë. Uji është dhe në bazë të masës së orizit që kemi shtuar. Pak vaj ulliri mbi speca në mënyrë që të mos digjen gjatë pjekjes dhe e kam pjekur në 200 gradë derisa të jenë gati. Dhe ky është rezultati që shihni, bëhen vërtet shumë të mira. Ju sugjeroj t'i provoni në këtë mënyrë dhe jam e bindur që nuk do të shgënjeheni. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani edhe mënyrën se si përgatisni ju në kuzhinën tuaj. Bashkë dëgjohemi në recetën e radhës. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Ju uroj gjithë të mirat kudo ndodheni.